Blogerja Genta Gjalpi ka reaguar pas publikimit të videos me vajzën e partnerit në supermarketin Xhangolli. Gjalpi përmes një postimi në platformën TikTok shprehet se në asnjë moment nuk e ka dhunuar apo kërcënuar vajzën e partnerit. Ajo shpjegon se e mitura u mërzit, pasi nuk mori patatinën që ajo dëshironte, dhe për këtë arsye tentoi të largohej nga supermarketi. Ajo shpjegon se videoja u publikua padrejtësisht nga menaxherja e supermarketit, e cila më pas u pushua nga puna për shkak të shkeljes së rregullores. Gjalpi shprehet se videoja u publikua për të dëmtuar imazhin e saj në rrjetet sociale, pasi nëse menaxherja ose punëtorë të tjerë të supermarketit do të konstatonin dhunë ndaj të miturës, duhet t'ia dërgonin atë policisë dhe jo ta publikonin në rrjetet sociale. Sipas videos që u publikua në rrjet, Genta Gjalpi ishte me vajzën e partnerit të saj në supermarketin Xhangolli. Në videon e publikuar, ajo prek vajzën nga flokët, ndërsa në një moment e kap atë nga dora. Menjëherë pas pamjeve të publikuara, ëma e të miturës komentoi se blogerja do të përballet me autoritetet pasi i ka dhunuar të bijën. Për këtë incident, policia nisi një hetim në gjendje të lirë ndaj Gjalpit.